Islami i ofron besimtarit modelin më të përsosur, i gatshëm për të përballur e integruar në shoqëri me padrejtësitë dhe pabarazit, gjithnjë të pranishme në mjediset të punës e të jetës. Por nëpërmjet Kuranit i dha mundësi njeriut që të zgjedhë rrugën që i pëlqen, sipas mendjes së tij të pavarur, sepse pikërisht me këtë ai do të shpërblehet apo do të ndëshkohet. Zoti e krijoi njeriun me shpirt të pastër për të zgjedhur mënyrën e jetës individuale, të pasur me vlera e lirisht të zgjedhura, të arsimuara e të përjetuara përmes pjesëmarrjes aktive në shoqëri dhe në një angazhim të përgjithshëm në të. Njeriu erdhi me një natyrë të tillë që kur bëhet i ndërgjegjshëm për diçka, bëhet i pathyeshëm në rrugën e tij kundër epsheve e pasioneve të shfrenuara, që i vijnë nga natyra e shejtanit të mallkuar dhe mbështeten në ligjet islame për ndërtimin e jetës. Përgatitja me besimin tek Zoti është detyrë parësore për të përgatitur çdo individ me zhvillim të gjithanshëm, do t'i jap mundësi atij të fitojë dal nga dal e gjithnjë e më shumë vetëdije për vetveten dhe do të përfitonte përgjegjësi ndaj të tjerëve. Personaliteti i secilit besimtar do të bëhet i ndjeshëm në shoqëri, kur ai rritet dhe edukohet në familje e në shkollë, me një mënyrë të menduari e të vepruari në përputhje me ligjet islame. Ky do t'i përgjigjet çdo risie në shoqëri që bie ndesh me mësimet e Kuranit, kur të rinjt ose të rejat e përdorin lirinë e tyre pa kuptuar përgjegjësinë për veprat e shëmtuara që kryejnë.